Përshëndetje të nderuar ndjekës të kanalit ton, ja ku po takohemi sërish së bashku, këtë herë me historinë e zonjës Fatmire. Zonja Fatmire ka shkruar në redaksin ton duke ndarë një histori shumë të dhimbshme të jetës së saj, një përjetim që ajo ka përjetuar duke i besuar komshies që e kishte ngjitur në apartamentin ku ato banonin. Ato quheshin motra, por kjo motra i doli krejtësisht tjetër gjë. Mirëmbrëma Tiranë, unë që po shkrua jam Fatmirja nga Tirana. Jam në hall të madh, jam shumë e stresuar dhe tensionuar. Fëmijët i kanë bërë nga 22 vjeç, por ne po hasim në një jetë shumë të rëndë dhe po përballemi me të vërteta që unë personalisht nuk i kisha besuar kur. Kam kaluar një jetë shumë të bukur, por sot mendoj që a ka qenë vërtet e bukur, apo ka qenë një fasadë e cila mua më është vënë përballë syve. U martova me shkësi, si në ato vite, por nuk më doli një martesë e keqe. Burri im ishte një punëtor i mirë, ka një shitore për këpucë. Punonte ditë dhe natë. Unë mendoja që ai po sakrifikonte për familje, po në fakt, nga gjërat që po ndodhin, nuk kishte qenë të jetë e tillë. Jetonim shumë bukur, çdo verë bënim pushime, çdo dimër dilnim së bashku, argëtoheshim dhe shijonim çdo moment, festonim Shën Valentina, festonim vitin e ri. Asnjëherë nuk mundesh ta kuptosh që ai mund të bënte një diçka. Ishte një burr shumë i rregullt. Pas 5 vitesh, kur ne blem apartamentin ton, në banesën përballë erdhi komshi, një grua, e cila ishte ndarë nga burri dhe kishte vetëm një vajzë. Ajo punonte një zyrtare administratore dhe jetonte vetëm në këtë banesën. E kishte blerë banesën me kredit. Muajt e parë as nuk i flisnim e as nuk na fliste sepse ishte një banore e re dhe nuk e njihnim. Por nga muaji i tretë dhe i katërt filluam që t'i themi një përshëndetje njëra tjetrës. Takoheshim në ashensor. Herë unë duke udhur mbeturinat, herë ajo, por në shumicën e rasteve takoheshim nga ora 4:30, sepse ajo atëherë po ktheheshte nga puna. Vajzën e mbante në kopësht dhe në 4-5 ktheheshin që të dyja. Të premteve deri në të diel ajo nuk qëndronte në apartament, sepse vendoste që të shkojë në fundjava me gocën e saj për t'u argëtuar dhe për të shijuar disa momente. Ditët po kalonim dhe ne po miqësoheshim shumë. Një ditë prej ditësh e thras për një kafe. I them hajde të pim një kafe sepse edhe unë se kam pi kafe në mëngjesit. Ra dakord edhe erdhi. Erdhi dhe më solli një buskuq të cilin e përdorte vetë ajo, si një simbol për një respekt pasi që erdhi pa pritur dhe mos të dilte duar bosh. Ja pranova buskuqin. Më tha merre përdore se është një buskuq shumë i bukur. Kemi biseduar dhe të jepte të kuptosh që është një vajzë shumë e mirë, shumë e ëmbël, shumë e dashur, shumë tradicionale dhe një vajzë tepër e respektuar, jo që do të shkon nga mendja që kjo vajzë të merr burrin. U kënaqëm duke bërë muhabet. Thash me vete, shqyqyr zoti që më erdhi kjo komshie, se dhe unë tërë ditën në shtëpi, jo e thras edhe pim një kafe e bëjmë në laf. Ishte ditë e diel, edhe i them burrit, do drekojmë sot, edhe do thras komshien ton, pasi që edhe ajo është me vajzë vet, e do ikim së bashku, le ta trajtojmë se është gjynaf. I shkruaj unë në WhatsApp, pasi që ajo më dha numrin, edhe i them që sot po s'patë ndonjë punë, kalon nga unë për drek, besoj që do të kalojmë shumë mirë. Më tha me shumë kënaqësi. Edhe erdhi. Kishte bler dhurata për fëmijët e mi, kishte bler një dhuratë për burrin tim dhe për mua. Ishte shumë e respektueshme. Do me thënë ishte nga ato njerëz që të linte pa fjalë. I thash, po përse duhet gjithmonë kur të vish me gjëra? Mua po më ngushton kështu. Ne nuk jemi bërë komshi sot për sot, por ne jemi komshi sot e për mot.
Më tha mua jo, është nder dhe respekt. Është e bukur kur respekton njeriu dhe është e bukur kur ti di të nderosh çdo njeri. I thash, po lori mi aman këto gjëra se më fut në siklet, por gjithsesi shumë faleminderit. U ulëm, ishte një vajzë shumë e bukur, gjithmonë rregullohej, vishej, mbahej, domethënë të tërhiqte vëmendjen pafund. Po bisedonte me burrin tim dhe ajo kishte ëndër për takat. I preferonte shumë takat, i preferonte tepër shumë, me gur, pa gur, me xixa, me ngjyra, dhe kur i tregoj burim që ka shitoren e takave, asaj sikur ju lehtësua shpirti se ju hoq bara. Edhe unë i thash, pasi që ti na soll e dhurata të ndryshme, unë të premtoj që nesër do të sjell një paltaka vetëm më tregon numrin se do t'i sjell me shijen time. Ma tregoj numrin dhe unë i ka me burin në shitore, i mora një paltaka që sipas mendjes time asaj do t'i pëlqenin shumë, edhe ja çova. U gëzua pafund, ju bë shumë qefi dhe i çova edhe një paratlete për bien e saj. Ishte shumë mirënjohëse dhe shumë falenderuese për atë respekt që ne i bëm. Ndoshta, sekreti i afërsisë së saj ishte shpirti i butë që ajo kishte dhe njerëzit e donin shumë. Filluam të afrohemi tepër, aq shumë filluam të afrohemi sa që vendosa që për drekën e Krishtlindjeve ta thras në shtëpinë tonë. Erdhi dhe i kishte mbushur duart plot e për plot. Ç'të të them, çan nuk kishte sjell. Po flisnim, po kënaqeshim dhe ishte një ndër netët më të bukura. Buri më tha që ju të dyja tha, kalokeni si motra. Dhe kështu filloi situata. Por, pasi që unë fillova ta thrase dhe për kafe, që dilnim vikendeve të dyja së bashku, ajo me gocën e unë vetëm, pasi që unë i kisha dy çunat e mëdhenj dhe po dilnin me shokët e tyre, filluam që të shkëmbejmë momente të bukura. Ajo në shumicën e rasteve, pas 4 muajsh shoqërisë tonë, e fshihte shumë telefonin nga unë dhe më thonte, ah mo je mirë aty, e ke shpirtin shumë të mirë po s'ke ç'bën, kur jeta të vije duhet ta pranosh. Nejse, nuk i merja shumë përbas këto gjëra. Vazhdoja me të dhe kisha shumë besim dhe në shumicën e rasteve më pyeste, si po kalon në martesë? I thoja shumë mirë, hajt mos si çdo martesa të zakonshme. Tani më që po rriten fëmijët nuk ka martesë, por ka një familje. Dhe ajo më thonte, kështu që nga martesa? Unë nuk e di. Unë jam ndarë me burin tim dhe nuk kam në mendje të martohem. Mendoj që jam më e lirë kështu dhe jam më rahat. Edhe unë duke u qeshur për të bërë shaka, i thoja që ke shumë të drejtë, je tepër shumë më rahat kështu. Dhe vazhdoi shoqëria jon, vazhduan bisedat tona. Ditët po kalonin, bashkëshorti im po linte dyshime shumë të mëdha në shtëpi. Do të tregoj si arrita unë të kuptoj që ky mua më tradhtoi me këtë. Nuk ishte më ai i njëjti. Kur ne dëshironim të dilnim dikundi apo të shoqëroheshim bashk, ai po justifikoheshte. Ai po thonte që unë po iki me shoqëri. Unë po iki me miqtë e mi. Nuk dua që të kalojmë kohën sepse kam shumë angazhime. Ti duhet ta kuptosh. Unë duhet të punoj dhe duhet të veproj për familje. Të paktën këto ishin arsyetimet e tij. Në 3 radhët që unë kam qenë në shitore tek burim, kam gjetur shenja të femrave, por gjithmonë thoja janë gratë të cilat duan të provojnë taka dhe ndoshta harojnë një diçka. Një natë prej natësh, kur buri u kthye nga puna, më bën një pyetje. Si mendon ti gruaja ime e dashur? A ta marrim në punë këtë komshien tonë? Edhe ashtu e gjynaf, e ndihmojmë. Thash, po mirë mere, se dhe ashtu ti të duhet një shitëse, më mirë ta marrim këtë që njohim, se sa di këtë tjetër. Po tha, kjo është në punë, vetëm tha të punon pas orarit punës. Dhe kështu vendosën, im shoq punonte para dite, ajo punonte pas dite. Dhe gjatë kohës kur ato të dy punonin, dyshimet më shtoheshin edhe më shumë, sepse buri im vonoheshte në shtëpi. Dhe një natë prej netësh unë vendosa që t'ia kontrolloj telefonin. Dhe ç'të shoh? Në telefon ishin mesazhet që këto të dy shkëmbenin.
Nuk doja ta besoj dot, por unë nuk bëra efort, edhe shkova dhe e pyeta komshien. Komshia nuk ma pranoi, por im shoq ma pranoi. Dhe më tha, nëse të pëlqen, ri, nëse nuk të pëlqen, mos ri. Unë jam ky, kjo vajzë më bën të ndjem më të lumturin. Dhe sot, unë e kam pranuar këtë martesë për hatër të fëmijëve. Por kjo goca ka kaq shumë fytyrë sa që nuk i dridhe qërpiku fare edhe kalon pa pik problemi në hyrjen time. Kjo ishte historia e rëndë e zonjës Fatmire.